Rozhdi Dervishi, i lindur në vitin 1944 në Ulqin, por rënjët e tija i gjejmë në Ftjan të Krajës. Gjyshi i tij dikur mori rrugën drejt Ulqinit, ku familja u vendos dhe ku brezat pasues ndërtuan jetën e tyre. Fëmijëria e Rozhdiut ishte e ndryshme nga ajo e fëmijëve të sotëm. Ishin kohë të vështira ku sigurimi i bukës së gojës kërkonte mund dhe sakrificë. Familja madhe detyronte secilin dhe fëmijët e vegjël t'i përvisheshin punës dhe të ndihmonin familjen. Pavarësisht sfidave, Rozhdiu vijoi shkollimin me vendosmëri. Arsimin fillor e nisi në gjuhën shqipe, por me mbylljen e shkollave shqipe në Ulqin në vitin 1956 u detyrua ta vazhdonte atë në gjuhën serbo-kroate, duke e përfunduar në vitin 1960. Dëshira për dijeni e shtiu të regjistroi në shkollën e mesme për hoteleri në Kotor, të cilën e përfundoi në Titograt në vitin 1964. Me pas studimet e larta për hoteleri, i vazhdoi në Sarajevo dhe Beograd, ku edhe i përfundoi me sukses. Rozhdi Dervishi u kthye në vendlindje si një nga kuadrot e para të fushës së hotelerisë në Ulqin. Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit të UTA, mirë se erdhët në emisionin Portreti. Ne sot jemi në një shtëpi tjetër. Kam trukitur në derën e shtëpisë Rozhdi Dervishit, ai i cili sot kam edhe librin e tij në dorë dhe këtu pas ka dhe biografinë e shkruar që më gjerë se kjo faqe do na rrëfej vetë ai sot. Përshëndetje dhe faleminderit që hapet dyert e shtëpisë sot për ne. Faleminderit. Unë jam, si e dini, Rozhdi Dervishi. Po. Ardhje nëse e kam prej kraje. Gjyshi jemi shurë poshtë ma pare. Kanë qenë 3 vllazëm. Një vlla ka me nanën, një vlla ishte ullë Shkodër, e një ishte ullë në Ulqin. Ma pare kështë janë ullë në Zogoj. Pa. Në ke malli kuqve, kanë ble kuqve malin. Prej Zogoj kanë ardhë në ranë, tu ku ka Dino Dervishi shpinë. Shpia pare jonë ka qenë kush Dino Dervishi. Do më thanë tanë në Ulqin 90% janë preardhje, e kanë preardhje për diketë. Në gjyshi ka qenë plaku Mhallës në atë kohë. Ka qenë magazinier ke Pasha. Ka napë ligjirata në xhami. Edhe ka qenë shumë i zjutë. Ai ka pas 3 fëmijë, ka pas Reshitin, Malicin, Seitin. Reshiti nërta ka qenë ma i aftë, me Bidin Selitën. Bidini edhe Tivari kanë qenë 3 vetë ma turtun në ranë. Par ishte dhe interesant një gjatë që Reshidi në të kohë Hasan Isufit ka qenë komandiri i Hasan Isufit. Por në të kohë Hasan Isufi ka shti shumë malezës, ka shti në burg. Pa. Kë i ka liru. I ka majtë 2-3 ditë me këne dhe i ka liru. Hasani i ka dhënë Reshit, shlojit i këta, për ta kanë me të hangër krytin. Ata i kanë dalë në projte, kur ka ardhë partizani, ka hypë partizani, e kanë Reshitin, Bidin Selitën, Smal Tivarin të 3 i kanë shtinë në burg. Por i kanë shlupë se i kanë dalë për faqe malesës. Ne na kanë shlupë prej burgut të njerës. Na kanë liru, edhe si kanë denu. Deshte me thanë, e kena të caktuar me jetu bashkë edhe me malezës. Pa.
E gabime kanë ata që s'vinë këtu me jetu edhe që i shkojnë disa. Marizi kryesisht mund të mërnu prej Ulqinit, se Ulqini është një qytet shumë i pasën me pasënia të mdhaja, por ata s'pa shfryzojnë Ulqinin. Si janë të investu në Ulqin, e ato e kanë i gabim madh. Po, shkojmë pak tek jeta juaj, na tregoni për fëmirin, shkojmë atje tek fillimet. Na flisni pak për fëminin tuaj. Fëmija jeve, unë jam generacja kanileve, rritur me lamp garbitit. Na flit pak për atë kohë. Urdhoni? Na flitni pak për atë kohë. Po si fëmi i vogël që ishte datë me shku për dru, për garthia, me ba dru, garthia, e këna shku pinjesh, tu ku janë ta shpi e këna ba varën në garthieve, që këna qenë 9 fëmi. 9 fëmi këna qenë. 4 vllazën, 5 motra. Familje e madhe këtu. Kjo shtëpi ka qenë prej Besingjedit. E ishtë dashtë 9 fëmi tanë këna punu. Nanë ja qërë gratë kanë punu shumë. Këna shku me mnethu lishtën, ullin, këna pas gjeranat, këna shku në gjerana. Në gjerana me mirë kalamaq, këna marë fiqë këna pas. Me fiqë këna dalë, këna shqit fiqë në për plash, si fëmi. Kam që dhinë në gjerana për gjithë ditë. Ishtë da shpiqu dhinë në gjerana, Miljana tje mramje mi marë edhe marë 2 kaqile fiqë që mi natë ditër mi shite për plash. Qa ka me dhe një fikë i ka banana, i ka tha në trina. Janë tha për para në trina, e kur ja ke qiti kur një qini fiqë, ka qënë gjamave, i ke qitë fiqë. E fëmija jonë tanë fëmijë, nuk kur kush nuk mund me thanë që ka qenë zënjën. Kënë fëmijët kanë qenë tanë angazhumun. Dervisht, ke selitët, bidi selitës ka qenë nër turët, ma turët gati në Tiranës, bidini. Edhe i ka pas 3-4 vllazë, disa ka pas tamam. Edhe ata ka qenë shumë pasën, kanë pasan ijen e vetë, kanë ullishtat e vetë, tokat e veta. Kështu që në ranë këna qenë të dervisht, selitët, tivarit, masu tivarit, masu tivarit, ka qenë shoku jeme. Me Masudin tivarin kapidani që ka qenë kapidani i ma i madhulqin, kam qenë përgjithit me shku me badru. Tu kam edhe dorë kur kam krastit drut. Po na flitni pak, fillojmë tek shkolla. Filloni shkollën, si ishte atëherë? Shkollën të që ka qenë, unë jam as pan, as Hatigje. Pse? 4 klasë të fillores i kam marrun gjurë Shqype. E ku ishte shkolla atëherë? Urdhoni? Ku kishit shkollën? Shkollën këtu, në Kala. Qotherja ka qenë mësusja dhe Bajram Selja. Qotherja Lunji, Qotherja Lunji ka qenë mësuse, edhe Bajram Selja. Deri 4, besa me 4 e kanë s'kjellë sërbisht. E në ba malazisht edhe shqiptarët e në ba bashkë. Edhe kre qenë klasë shumë e randë. Në bas 4 vitesh nuk ka shkollë Shqipe me, por vjen... Nuk ka shkollë Shqipe edhe ashtu kanë mësut tanë kohën sërbisht. Pa. Këtë 8 vjeqare në kam marru këtu. Shkollën e parë kam fillu në Kotor. 6 muaj mëse në kanë qitë Titograt në Podgoricë. Hotel Cunagora kam ba praksjen. Hotel Cunagora ka qenë në hotelet ma të fortë në që kam pa një jeteme. Ma i funksional. Ka pas salonat, salën, kafanën, tanë. Kë Hilton që ishbatesh, si shpja përgja ati. Nuk është mja përgja.
Unë kam punu ke Jeluzati para se shkenj atje në amëlltore ke Jeluzati, kam punu, kam ba amëllëcina. Kam qenë i zhvillum. Në shkollë, për kamajer kanë qenë ta prej katunëve të Malit Zi. Ata për ne Ulqina kanë qenë pak ma poshtë. Na Ulqina kanë qenë edhe budvënd. Budves të Ulqinit kanë qenë ma të ngritun. Ma të ngritun. Unë kam kalu në shkollë shumë bukur. Mandaj kam shku në Sarajev. Masë ndaj kam shku në Pejas më ka pëlqy. Kam dalë Beograd, kam marru Beograd. Shkollën e hoteleri ka isto. Sim kam nap 22 vjetë. Si profesor. Po, ku? Gjimnas Ulqinit. 22 vite. 22 vjetë kam nap. Tanta kam bajer. Unë kam qenë generacija ma profesorëve që kam dalë si profesor i shërbimit. Kena ba kabinetin, atëre ja kam pas ba kabinetin, e ka ba Austria këta. Austria ka na për tanë Malin Zi, të janë tanë profesorët e Malit Zi. Austria ka na për tanë Malin Zi, ka ba kabinetet për shërbim dhe kuzhinë. Tanë Malin Zi. Mërata kanë banë Ulqin. Ajë profesori që ka ardhur këna pas për gjithë vjetë, ka 7 ditë një qytet. Mërati ka qenë Ulqini, ku ishtë qirë kabineti edhe kuzhinës edhe servisit. Gjimnazi sot ka kabinetin e vetë. Nuk dhja ka shkollë, ju dini ma mirë, batë se shërbim nuk kanë. Ulqini pa shërbim nuk mundet edhe pa bujqësi. Ulqinit i duhet bujqësia, hoteleria, të janë 2 degat më të forta për Ulqin, edhe zanata. Ka që zanatska shkolla për para, shkolla për teknikë, për molera, për elektriciteta, edhe për tanë senatet për para ka që shkolla, të s'ka ma asë shkolla. Qeveria ka pasna pare, ka dashmi da gjimnazin. I ka pasna pare për me ba shkolla për senata. Pa. Mja he gjimnazin mi janë vetëm. Kam me ba zanatsku shkollu. Shumë herë tanëve politiqare kam pas thanë. Mas qeni marë hotel për mësusa, shkollë për mësusa, qeni shkollë për hoteleri. Ne pëni këtë qëtër rënen prej hoteleris. Prej turizm. Sëtë nuk kanë ma libra me fësud për shërbim. Kesh libra parë, e shkrumun, libra parë e shkrumun për shërbim për 4 klasë. Si mos programit Malit Zi. Këtë libra e kam shkru për zanca të tonë të Ulqinit, se në gjuhën Shqipe nuk keni. E ka shkru Peja, qëtë faqe. Profesor e kam kërku ati, e ka shkru një 100 faqe, ka shkru vetëm. E kja ka, shkru sa faqe ka. Ka 300 faqe. 300 faqe. Sa ka marrë kohë ky libër? Urdhoni? Sa ka marrë kohë? Kja libra më ka marrë shumë kohë. Pse kam qenë edhe në aparat që zemrës, edhe këtë libër e kam nërë 3-4 herë. Se ata që më kanë nimu mi botu, se kanë banë për qef temen. E këtë libër më ka 5.000 euro. Karriera profesionale e Rushdi Dervishit u zhvillua në institucione të rëndësishme të turizmit. Ai drejtoi me sukses hotelet Jadran dhe Mediteran, ndërsa për një periudhë të gjatë shërbeu si kryeshef i personelit
në hotelin Bellevue në plazhin e madh. Përveç punës në hoteleri, ai ishte edhe mësimdhënës në gjimnazin e Ulqinit, duke ndarë përvojën dhe dijen e tij me brezat e rinj. Me një përvojë 40 vjeçare në fushën e hotelerisë dhe turizmit, Rushdi Dervishi la gjurmë të pashlyeshme në zhvillimin e këtij sektori në Ulqin. Njohuri dhe përkushtimi i tij kulmua në librin monografik që ai përgatiti, një vepër e vlefshme për të gjithë ata që dëshirojnë të njohin historinë dhe zhvillimin e hotelerisë në këtë qytet bregdetar si Ulqinin. Shumë bas këtu, drejtor në hotelet Jadran dhe Mediteran. Kam qenë direktor, ma parë kam qenë në Milen. Restoran Milen në kam qilë. Po. E kam qilë 5 vjetë. Mandej kam shku në, kanë vunë direktor një në Jadran. Jadran ka marrë direktor në të kohë kur e ka pru Kardeli Ustavin e 74-shit. Ustavi 74-shit që ishte i prumun në Jugoslavinë e moqme, ka qenë Ustavi maj mirë për ne pakicat. Pse? Pse, po ju kalzojmë pse, që qytetet kanë pas fuqin e vetë, kanë pas ligjet e vetë, kanë vu direktorat, kanë komandu me qytet. E sot, kjo qeveri i ka marrë tanë ata fuqina. S'mu është me vu me dash me hynë punë, dikush dush me vetë ministrinë. Me dash të me ba një objekat madhë, du të me vetë ministrinë. Ata për para e ka qyteti, ka qenë si gjeveria. Ka pas kryetarin e qytetit edhe kryetarin e ministrisë, kanë qenë narçelik. Kanë qenë narçelik, çdo narçelik ka pas funksion e vetë si ministri. Fadel Tevkoviqi ka pas thanë Mishko Miroviqit në të kohë. Në një mbledhje që kena pas në kinoja këtu, kinoja moqëm. Po. Mishko Miroviqu, ti ne më shlijenok Albanca direktora. O që da vidim i Albance direktore. Mishko Miroviqi ka vu mu e cërë si direktor 74-shin në Jadran. Jadran. Sa kësha arë për shkolla, a i ka qenë edhe kujtistari klasës teve, më ka njof mirë. E më kena has, parën herë e në has në Bers në Sarajev. Ku kam mësu në Sarajev Hotel Nacional. Të i ba një tërtër bifte kanë qenë, a i ka hyrë restoran, e ka shikuj, ka hapësit. Shto si ti o den harape? Harape më ka thirë mu. Pa ja uqim shkollë o den, a shto radi shto? Tërtër bifte këmë rësenat që i thonë vidole në zatë shta e to. O kopile, i më qim zavërsh në bojtë së të i shovden, do që dole bire radhëm jështo. Edhe me Mishko kam qenë shumë, i lidhëm ka dasht farë. Sa vite ishit si drejtor? Sa vite shërbyet në Jadran? Jadran kam qenë 5 vjetë. Prej Jadranit kam dalë në Mediteran. Po. Në Mediteran kam qenë 3 vjetë. Prej Mediteranit kam qilë Galebin më sënej. Galebin e kam qilë unë i pari, e kam prëstru, e kam shti, që bilel pultit edhe kam ba pregaditjen për pritjen e sene sëre të 80 sene. Ato kanë ardhë tanë mediciski qëtër i doktorat e tivarit kanë ardhë prit sene në re. Galebi ka qenë një hotel shumë kategorisht mirë. Por ka pas da 2 gabimet vocëra që s'ka pas nësë shnicë për pritjen e autobusë më shpunak, edhe ka pas restoranin pak ma tullë për si mas prosjeku si du të me qenë, se restoranat du të me qenë ma të nalë, për mi 3 metrë e gjysë e ka pas një fje ma tullë. Edhe kategoria ti i
bash vetë i kara. Bani Esaf Galebi ka pas 3 yje. E sot që ka pas bazenin, ka pas trimsala, ka pas kuglonën, ka pas salonat, ka pas fojeja e ti ka qenë, receptja ti ka qenë, receptja ma bukur në tanë hotelet që kam shëtrit. Unë kam shëtrit 2 herë deri në Toledo, tanë Italinë, tanë Shpanë, tanë Francën, tanë Shpanjën, e këna shku me ekskursione. Se Mishkoja ka një quë qërë. Ata propozime i kam nap gjithmonë ati. Unë i kam nap propozime veshja, shetria, direktorat që kanë qenë për para në hoteleri Skandit, kanë qenë, si thomë na shërbisht, ne pismeni. Skandit me utheq me hotela. Shoh këtu që ishit edhe kryeshef i personelit në hotelin Bellevue, në plazh të madh. Kryeshef në Bellevue. Bellevue kam qenë 22 vjetë. Shefi i restoranit. Kur kam shku në Bellevue, kam shku me kushte. Restoran s'ka mujtë kërkush më përzi. Që kam thënë unë, ka qene jemja. Unë i kam thënë, jam me nu, e ju jeni me punu. Kam pas 5 shefa. Në atje kam marrë në punë, i kam napë detyrën shefëve, kam marrë havlin, kam shku në plash. Jam rësit, 1 metë e gjysë kam marrë, kam hangër mizitën, kam organizu, kam folë me shefa, na i kam vetë, a keni probleme, s'keni, i kam shiku problemet, i kam marru problemet, 22 vjetë veç unë kam marrë Bellevue. Në Bellevue ka qenë hoteli ma i madh në Lëqin. Ka pas 1000 mysafir. I pari kam ba në plazh Bellevues, kam ba fish piknik i shtirë. 2 traktora dru, edhe rreth e rrotull kam vu 3 roshtina, kena pjek pesh, mysafir tanë kanë hangër jashtë. Atje kena festu edhe ditën Ulqinit. Për para. Kena festu para Bellevues, para Lidos edhe para Otrantit. Para Lidos ish nash kau, ka qenë, kanë pru kau për Serbie, ish prej kanë hangër, populli. Para Otrantit kanë qenë qinjët, para Bellevues kanë qenë peshku. Të 3 hotelet kanë pas muzikën e vetë, folklorin e vetë, dhe ka qenë tanë Ulqini ka qenë atje. Tanë të restoranet që kanë ba manifestimet, unë i kam thirë. I kam organizu edhe kanë ba qimi ja shkru librën. Kam dash me shkru librën për restoranet të Ulqinit, që kur të shkojnë në Berza, ja napë që napë Ulqini, shfar restoran e shka. Kam dash me shkru librën. Kur e kam jam natru me ta, më së dhejtë, së kanë napë pas këtë dinar në epi, dhe të shkru, ja së kanë napë këtë, se kam shkru, më së kam kap me shkru librën e shërbimit. Çdo intelektual duhet me lexu këtë libër me ditë si mu sjell, si me fol, si me hangër, si me pi. Protokolli ka amana. Protokolli nuk e njeh gjithsekush. E ka libër shkruan si mu vesh, prej veshjes deri në si përgatiten gjild para toline, me flambirat. Ta në Ulqini nuk e keni një restoran, nuk është një restoran ku bëhen gjild për mysafiri. Me ba një peshk, një biftek, një kotlet, një gjami, flambirat, amërcina, palachinka, krepsizeta, gjana me ba para mysafirit, aty me ja përgatit mysafirit. Ata në Ulqini kanë gatit hotela, as njëni su ka thirë.
Se më kanë thirë që mi kalëzu minimumi ashtu. Na për para i kena pru për Beogradit. Ka qenë Ingjat Petrović ka folë 9 gjuhë. Ka qenë shef i servisit në Galep. Ka qenë Lajor Shqipe Novi Sadit. Kanë qenë shumë shefa në atë kohë. I kanë pru. Kur ka qenë Lubo Brnovici. Kur ka ardhë Mishkoja na ka qenë në shkolla. Masë dhe e kena marrë në Ulqinakt. Kena u thesh me hotela. Kena shku tanë specializacjet. Kena majtë manifestimet takmiqenjet në për tanë Jugoslavinë. Kamajeri maj mirë ka qenë Ulqinak. Këtë që ishtë direktor ka qenë Ade. Si u thirë Malazi. E kam pas pregatituna. Në herë që kënovin takmiqenje, kamajeri maj fort i Jugoslavi ka dalë. Po, në cilin vit pensionohni? A jam pensionu para 15 vjeç. Po, Si kam dalë pezje. po në flitni pak që nga aja periud, me qka jeni marë? S'kër gjatë kam shku libre, kam shku ashtu, kam... Alla libre s'kam dash mi shkru, një herë. Par ma që iniciatori ma i madhë ka që Cufolika. Po, Cufolika ka shpitu, mi ka marrë tanë libret e qanat, mi ka qurë në zyre tia, i ka qenë direktor shkolle, muzikës. po. Edhe ka thirë këtë, si u thirë këtë marrë me mjekër, këna shkru bashkë. Ta ko mësëm ka një mu djali, pak mësëm ka një mu vajzë, pak ma... Marim ka qenë iniciatori ma i madhë nga një Kërmanaga, doktori. Doktori e ka maru fare. Kanë qenë shumë vetë në të ka marë, ale se me kanë ba me qefe, kam nëru. Libre më ka kushtu 5.000 euro. 3.000 e sa euro më ka kushtu Cetinja vetëm. 3.000 e sa euro më ka marrë Cetinja, për kam ba 200 copë Shqip, 200 copë sërbisht. Po, në tregoni si e kaloni sot një ditë? Si e kalen sot një ditë tujen? Ditën si e kalenjë? Pa. Ditën besa si plak, shkaj falaj ma parë mizitën, një nejnë, fali asin, shkaj më kabele, manda rri këtë timoni, rri atë, rri me Cufolikën, rri me Nuhin, Selitën, me Nuh Selitën, rri me të bashkë si pleshtë. A, familjet besa kanë vdek. Kam për familjes teme kam 2 djelëm e 2 varza. Po. Njëna vajzë ishtë në Prishtinë, punën në një kompani shvicrane, ka marru ekonomin, ishtë si shef kontabilitetit. Njëna vajzë ishtë në Ulqinë, ka këtë të gjamis, të duganjën më shqitë të mjetët të gjamis. Një djallë meret me gaditja hotelit e një djallë i shoqë. Unë të falenderoj shumë për këtë biset që kishim sot. Faleminderit për këtë minutazh, këtë orë që ja kushtuat televizionit të UTA dhe shikuesve atje që na ndoqen. Faleminderit se juve që jeni kujdes për mu. Faleminderit shumë atëherë. Faleminderit se juve. Faleminderit edhe një herë, falenderojmë atje dhe shikuesit besnik që nuk hezitojnë dhe qëndrojnë me neve për gjatë këtij minutazhit të emisionit Portreti deri javën e ardhshme në orën 8:30. Miru pafshim dhe miru takofshim.